Në verën e vitit 1941, pas zgjerimit të kufive të Shqipërisë, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë mori në jurisdiksionin e saj qindra mijëra ortodoks nga Kosova dhe Maqedonia. Më korrik 1942, Mustafa Kruja, kryeministri i Shqipërisë, vizitoi manastirin e Deçanit, ndërtesë që më në fund për i kthehej shqiptarëve, të cilët e ndërtuan në periudhën romake bizantine. Popullsia ortodokse në këto zona ka qenë shqiptare ndër shekuj dhe ishte shumicë deri në shekullin e 19. Më 1897, një konsull serb në Prishtinë flet për kishën e Deviqit në Llaush. Kjo tokë punoi nga shqiptarët, të cilët manastirit i japin 400 okë grur në vit. Në shkurt 1913, konsulli austro-hungarez në Shkodër, Ipeni, i tregonte konsullit rus se kishte mendime që ortodoksët e Rekës nuk ishin slav, por shqiptarë. Madje burimet e tij tregonin se priftë dhe mësuesi i fshatit në Galqinik fliste një shqipe të kulluar. Periudha 1941-44 ishte një periudhë rrallë në historinë shqiptare, ku pa një bashkim i lartë institucional dhe kulturor.